Gjë luftës është një turp i madh për Greqinë, është një turp i madh që nuk ka ku qëndroj dhe ka qenë vënda brenda aparatit shtetit grek ka pas njerëz, po përmend një ambasador që ka qenë në Shqipëri, Malias, Aleksandër Malias, i cili mas Shqipërisë shkoi ambasador i Greqisë në Amerikë, pra nga ambasador dhe tani është kryetari i shoqatës së ambasadorëve të Greqisë, i cili në vitin 2013 ka deklaruar që ne marrëdhëniet me Shqipërinë duhet dhe me shqiptarët, jo vetëm me Shqipërinë, po dhe me shqiptarët, duhet t'i rindërtojmë, t'i riformulojmë, duke filluar me heqjen e ligjit luftës dhe me njohjen e kufirit. Këto të dy i quhen hapa paraprak për të cilat mund të fillojë një marrëdhënie e re midis dy shteteve. Kanë kaluar 12 vjet. Pra me të majtën greke filloi një proces normalizimi. Shiko, tani kjo është dhe një lojë që bëhet dhe majta greke kur vjen në pushtet e trash zërin, domethënë. Edhe kërkon të adaptohet me kërkesat nacionale, është çështje votash, është çështje kishës, edhe shtetit thellë grek, sigurisht, policia, kështu që megjithatë filloi një proces, po duhej që presioni i qeverisë shqiptare, thash edhe i komunitetit çam të përfaqësuar nga instancat e tij, të ishte i fortë dhe të vazhdoi ky presion. Thash edhe çështja e pronave çame u la nga vetë Mitsotakis si plak u la, si thua, mundësia e shikimit të mundësisë për kthimin e pronave, që do ishte një hap i parë. Tani ngelet vetëm hyrja në Europë, kur shqiptarët do ndryshojnë status, do jenë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe aty shtohen shanset se vepron pasaj dhe drejta europiane, apo jo me forcë, dhe ne si vend antar mund të... Por dhe kjo është një, si thuash, thuhet në 2027, të shohim se